ndaj zotit Berisha, ndaj Partisë Demokratike dhe rrjedhimisht ndaj pluralizmit dhe demokracisë në vend. Kështu që unë mendoj që së pari Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meqense Yuri Kim ka pranuar largimin ose ndërprerjen e mandatit në një moshë ku njeriu është në kulmin e karrierës, me shkak që të mos hetimohet, mos të hetohet për gjithë veprimtarinë e saj përpara daljes në pension të parakohshëm. Ndërkohë që edhe ne si Parti Demokratike, nisur nga dëmi i madh që i ka sjell kësaj force, ju e dini shumë mirë, ne 3 vite ishim të përçar, ishim në një konflikt të pamenduar deri në atë moment dhe aq më shumë që një nga levat kryesore të shpalljes non grata të zotit Berisha është vetë Yuri Kimi. Dhe të mos harrojmë i nderuar, vetëm seancën në gjykatën e apelit, sepse kemi një fatkeqësi shumë madhe ne si kom, ku harrojmë shumë gjëra që janë të rëndësishme në historinë dhe identitetin tonë, kur bëhej fjalë për betejën e logos dhe të vulës Partisë Demokratike, ju jeni dëshmitar të gjithë se si pjesëmarrës të autorizuar të ambasadës amerikane kanë shkuar dhe kanë me makina të blinduara apo edhe vetë pjesëtar të kësaj ambasade kanë marrë pjesë në një gjykim që po ta shikosh nuk kishte asnjë lidhje me interesat e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe me vetë ambasadës, por ishte momenti që kjo ambasadore, unë e kam quajtur dhe jam krenare që në momentin e parë kam quajtur mafiozja Yuri Kim dhe koha më dha të drejtë dhe aktet dhe provat që do dalin dhe në vimësi do ta shikoni se kjo ambasadore nuk është e lidhur vetëm me këtë aferë, jo vetëm kriminale, po edhe shumë të lartë korruptive, sepse në intimidimin e ambasadës amerikane, gjykata apelit vendosi në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Të njëjtën qasje, sipas deklarimeve të vetë Erion Veliaj, kjo ambasadore ka pas dhe ndaj gjyqtares në shkallën e parë, ku diskutohej logo dhe vula e Partisë Demokratike dhe ku në kundërshtim të ligjit dhe dispozitave të sanksionuar më tashmë dhe praktikës gjyqësore të konsoliduar, vendosi që të fusi një palë të tretë, një person që nuk ishte gjatë gjithë procesit të gjykimit. Kështu që unë mendoj se veprat penale dhe korruptive të Yuri Kimit në territorin e Republikës së Shqipërisë janë shumë të mëdha dhe për cilat unë mendoj që Partia Demokratike duhet të shkojë deri në fund në investigimin e të gjithë raporteve korruptive që ka patur qoftë me kryeministrin, qoftë me zëvendës kryeministrin, qoftë me ministra të ndryshëm, duke përfshirë këtu mos harrojmë edhe çështjen e Megonigalit, ku ju e dini shumë mirë që në shumë takime, duke përfshirë edhe takimet me gjyqtar dhe prokuror të tjerë ku i ofrohej kalimi i vettingut kundrejt shumave marramëndse, ka qenë e pranishme dhe miratuese duhet themi e këtyre veprimeve edhe vetë Yuri Kimi. Po kështu do doja edhe një moment për këtë pikë, t'ju kujtoj që në aferën kriminale dhe korruptive të shëmbjes së teatrit, ne e kemi denoncuar jo sot, prandaj tash jam shumë krenare që koha na dha të drejtë, sepse e drejta sido që të shkoj puna, sado errësirë që të ketë, do vi momenti që do dali drita dhe ne që në momentin e parë, nga informacionet që kishim marrë në raport me marrëdhëniet e Yuri Kimit me Edi Ramën dhe Erion Veliaj, ku vetë Yuri Kimi kishte pranuar që të shëmbej teatri në kundërshtim